Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ju shpërndaj një recet shumë fantastike që mund të përgatisni mjaft lehtë në shtëpi. Mjafton të keni limona të freskët dhe dëshirën për ta përgatitur. Atëherë ju duhen 5 limona të freskët, 200 gram sheqer dhe një rende e imët si kjo që po shihni në video. Të 5 limonat dhe pasi I kemi larë shumë mirë, unë I kam larë me një sfungjer të pastër, do t'i marrim lëkurën, por keni parasysh vetëm pjesën e verdh, jo pjesën e bardhë. Prandaj edhe rendeja duhet e imët. Ja, siç e shihni, këta janë të gjithë të pastruar dhe I është marrë vetëm lëkura e verdh. Do ta përzijem shumë mirë me limonin me ndihmën e një luge duke ushtruar pak forcë në mënyrë që të bëhet një masë e një trajtshme. Nëse nuk dëshironi ta përzjeni me lugë, mund ta përzjeni me duar duke e fërkuar fort limonin me sheqerin, derisa të arrijmë këtë masë. Pasi është gati, do ta vendosim në një tenxhere ose në një tigan të thellë, si në rastin tim. Do shtojmë 200 ml ujë në temperaturë ambiente, nuk ka problem, sepse do ta vendosim të ziejë gjithsesi dhe do ta ziejmë për 10 minuta që nga momenti që merr val dhe shikoni pak se çfarë ngjyre ka marr uji, gjithashtu ka edhe aromë shumë të mirë. Në këtë moment do shtojmë 400 ml alkol. Mund të zgjidhni vodkë, raki ose konjak. Unë do ju sugjeroj vodkë pasi e ruan më mirë aromën e limonit. Dhe më pas do ta lëm të ftohet plotësisht dhe do ta akullojmë. Në fillim me ndihmën e një kullese dhe më pas me ndihmën e një nape të pambukët dhe të pastër. Pasi është gati, e ruajmë në shishe qelçi dhe e keni gati për ta pirë. Mund ta shoqëroni me çdo që ju keni dëshirë, me një mikesh, për sidomos tani që janë edhe festat shumë shpejt dhe shumë afër. Si ju duket si recet, provojeni dhe do më kujtoni. Faleminderit që më ndiqni.